Procesi i votimit deri në këtë fazë po zhvillohet normalisht. Deri me tani nuk janë evidentuar pa rregullsi që do të mund të ndikonin në integritetin apo rrjedhjen e përgjithshme të zgjedhjeve. KQZ është në komunikim të vazhdueshëm me trupat zgjedhore në terren, me qëllim që të sigurohet zbatimi i plotë i ligjit, duke u mbështetur në të dhënat preliminare që kemi marrë nga rreth 95% të vendvotimeve. Numri i qytetarëve me të drejtë vote që kanë votuar deri në orën 11 në këto 18 komuna është 88.659 votues, apo 6.13% nga 1.316.672 votues. Deri në të njëjtën kohë, në raundin e parë, në këto 18 komuna kishin votuar 7.58%, apo 99.765 votues nga 1.316.129 votues. Personat që nuk dinë shkrim lexim nuk kanë drejt vote, por nuk kanë të drejt vote me asistencë. Asistenca atyre mund të shkojë deri tek kutia votimi, por jo me tutje. Jo me votu të thotë për ta. Votimi me asistencë për personat të cilët kanë nevojë asistencë, nevojitet ndonjë dokumentacion mjekësor që e dëshmon se ai nuk është i aftë të votojë.